Materiali në vjem ju sjell një super talente, një këngëtare e cila sapo ka publikuar video projektin e saj të parë. E kam fjalën për Kaonën, për ndryshe vajza e aktores sonë të dashur Adriana Matoshi, e cila vjen sonte për herë të parë në prive për të na njoftuar më shumë me veten e saj. E ndjekim bashkë në vjem se çfarë ka për të na treguar. Gjenerat pas gjenerate, arti shqiptar ka prodhuar emra të mëdhenj që kanë lënë gjurmë të veçanta duke kontribuar në muzikën moderne shqipe. Fillimi 2021-s duket se ka në plan të na sjellë një emër të ri që do të qëndrojë gjatë në skenë. E re, zë të kapshëm, e bukur, por mbi të gjitha unike. E javën që lan pas, Kaona Nuk u kon letë me gjithë zhanrin, çfarë është që i përshtatet stilit tem, se kom ngu gjithmonë krejta zhanret edhe më përshtatna gjithë shka. Po nuk u kon shumë shtirë për me qitë që ato që në e kom rana, se konga edhe spotje edhe gjithë shka është bota jame e mbranshme. Në fillim të kongës shihet që spoti ka shumë mesazh, por nuk mundet më kuptu edhe shumë mirë me njëherë. Tu kënaq, edhe tu bo party që e kallëzën edhe anën tem rebele, po edhe ato anën tem të qetë që am lost, apo din. Po edhe fundi është që e kom gjetë vetën do me thonë, edhe I'm ready për me kallëzu gjithë shka që kam mrena, që e di që kam shumë sene edhe e di që me qitë shumë shka prej vetës. Tregu i muzikës shqipfolse është brenda disa kornizave të caktuara nga vetë yjet tanë nën pretekstin që atë e do publiku. Kaona duket se është ajo rebelja që do të përjetoj skenën ndryshe. Flok, grim, veshje, jashta çdo koncepti që në përditshmëri shohim. Këtë bën se ashtu ndihet, apo thjesht nuk është zakonshme. Unë e kom bo atë që unë kom dasht me bo, që mu m'ka hungër mrena të në kohën që m'ka najt diçka në kry që dësh me bo që të sen, dët mu kry që kjo. Që ka ndodhë tane, që është bo tane, a pritët mirë, a pritët keq, a ka mu pëlqy prej publikut, nuk... Okej, ato janë senet mira, komentet e mira i vlerësoj, i du, a më në tamën e kom kry, unë e vetën e kom bo krenare. Edhe që ajo është në regull me mu, e kom arrit që a kom dasht. Kom shumë sene që ja kom qitë veti do më thonë tash atutje që kom ja rrit e di, po të parën e kom kry hapën e parën, jam shumë krenare. Paraqitja e saj në këngë dhe klip është e gjitha ndryshe nga ajo që Kaonën e shohim në intervistën si e dyta paraqitje e saj publike. Ndryshimet janë të dukshme nga klipi në intervistë, por që vrejet se diku dy karakterët, në thonjza, janë të lidhura bukur dhe ngushtë mes vete. Kaona më në të më konë gjithë kësh, Kaona është qyshetete, po më qasë është qyshtonë, po ta këthaj qyshto. Jam njeri i butë për gjithësi, po ajo e gërsina më delë kur dëna, se vesh me qatë e gërsin, më i me dhonë mesazh, edhe më i me dhonë qatë që jam, actually. Se ajo e gra më delë veç in the action, apo den kështu jam e butë. Ka shumë nga ata prindër artistë që nuk e duan rrugën e artit për fëmijët e tyre, pasi që e njohin mirë dhe nga afër këtë profesion. Por Kaonën e përcolli tjetër fat. Fat ky që shumë nga femrat duan ta gëzojnë. Prindët e me i në konë për krasë prej ditës parë. Për mame një me bekume që e kam këtë njeri, me Adrianën si njeri, jo për që e kam ma, me Adrianën kra arrijet gjithë shka. Apo din, nëse e qetë qëllimin, nëse Adriana e qetë qëllimin, ajo ka me bo. Jam e bekume që unë e kam nana dhe që mi ka qelë krejta rrugt e mundshme për me bo që ato që unë jam për me bo besoj. Do me thonë me mamin kra i kom arrit krejt, pak të nuk isha bo kur gjeq. Jum kom për kras të dëtë gjithë shka për krejta vendimet e mija. Këta e kanë ditë prej fillimit qka më janë me bo, qka mundet me dalë prej Kaonës. Do me thonë, ju më konë paka shumë veç e kam prit kur kom e qitë qatë prej vetës. Punë me muaj të tërë për këngën, klipin deri në momentin që arritën në dorën e mediave dhe publikut. Ndjesia që këngëtarja dikur kishte për këtë projekt u zbeh.
me thënë drejtën qatë shumë kam prit për spotin e kongës, kërgja u tjerë. Edhe kur ka ardhë dita me pas spotin, krejt out jem konë shumë emocionalisht, nuk e di pse. Kom prit që kom konë shumë excited, po jem konë shumë chill. Për den veç, nashta, se e kom ditë që e kom boq atë, që e kom dasht, edhe qa au kalla neja, qa au të ndodhë, në e bona. Muzika e saj ka copzat e jetës personale të përkthyera bukur në vizualen dhe tekstin që ajo këndon. Me këtë sistem, do të vazhdoj muzikën Kaona. Qka qasën në muzikë është qka është Kaona. Do me thonë qka mu më vjen me bo është vish me hullumtu vetën. Vish me gjithë qysh mëna me qitë sa ma mirë të publiko që atë du me qitë me dhonë mesazh shumë. Se cila kongë e di që ka me pas një mesazh, ka me përcjell një mesazh, veç sa janë sa mënën me kuptu publiku, do me thonë. Jam shumë e gatshme, kam shumë ideja, kam shumë sene. Besoj që me nxjerrën të pritë edhe tjerë, si qysh jem të pritën. Jeta paka shumë qysh jem konë, edhe qysh e kom nxjerrë prej këgja një kohës të shtirë, qysh kom mujt me dalë, edhe qa kom mujt me nxjerrë prej qasaj. Konga jam është qa e kom nxjerrë prej një periudhës këgja të keqe tjetës. Që kjo është rezultate. Këngëtarja tash është mbi 20-tat dhe kaloi shumë kohë deri vendosi për zhandrin, stilin e muzikës dhe paraqitjen së saj. Periudat e vështira të jetës e bën atë që të mendoj ngadalë e të mos ngutet në këtë industri. Po tash nuk është më rëndësi që ka ndodhë në fazën e ertë, është më rëndësi që atë nxjerrë prej qasaj, sa telen me të ndiku, ose sa, s'po di qysh me thonë, unë e kom hub vetën, po e kom gjetë vetën shumë shpejt, edhe tek tash e di që mu ka dasht, se më do të për artin tem, më do të për çka du me qitë, se këm që me kallëzu shumë tash. E kom gjetë, u konë kohë e gatë, deri e kom pa qka po du, qysh po du, tek po du, po tash që e di, it's done. Edhe jam e gatshme me qitë, me kallëzu. Kaona, të gjithat ndjesinë e saj që brenda mban, do ta lansoj kohë pas kohe në këngë që do të publikoj. Pra, për publikun, do të jetë një libër i hapur që do të sjellë gjithçka mbi jetën e saj mes këngës. Veç më vjen me ditë cilën story tjetër s'ko me kallëzu tash, këngën tjetër. Apo në cilën fazë dhe çka më dhonë sem prej qasaj, çka më të më konë mirë për njerëz që ngojnë. Bota artistike nuk është që vlerësohet edhe shumë sa dët. Tash është ma komercializme, do të me busane që lypën, që duhen prej publikut, e diqysh e kena bu veç një sen që e dojna krejtë edhe s'po dina me dollë prej qasaj. One nuk jem qashtu, one du gjithë më konë që ka njëre që ka menu ose ka këshur out of the box, jashtë kërnizave, edhe se du me pru edhe du me kallëzu që ka edhe rryma tjera, ka edhe sene tjera, më nëshme ngu, arti është gjithë shka. Jam mënu me bo bashkë komercializmin edhe artin, edhe besoj që e kom realizu këgja mirë bashkë me ndihmën e krejtve, sidomos Laurentit, regjisorit të kriketit, që ma kanë qitat botën tam të mranshme këgja mirë, sin kong, sin spot, sin tekst, sin gjithë shka. Kështu që menoj që të punën e artit dhe të anës të komercializmit janë shumë dy bota që i kam. Edhe që mi bo bashkë del Kaona dhe del qaje që e du edhe e dojnë besoj ata që din për muzikë. Me të parë klipin, mendja shumë kujt nga komentuesit i shkoj tek Era i Strefi, për ngjashmërinë që mund të kenë mes vete dyshja. Po më kanë krahasu me plot, po pse du të më krahasu artisti, pse du të me njëherë më marë qësi që kjo, për dhe nuk kom dash me kopju kërkën, se cili e ka stilin e vetë. Unë e du më vlerësu për që ato që jam unë,
që kjo është rryma jem, era u kun unike, nashta që ajo na ka bu pak të njëjta që ato e kena të përbashkët, se jena unike, do më thonë. Amo nuk është që jena najsen të shumë të ngjashme sa i përket muzikës. Ajo ka të vetën.